iku nga bravo. Është tegu I Cesarit atje. Po. Por nuk kemi në Durrësin që tillë. Në Durrës jetoi Catullo, Plauto, Ciceroni. Pra Ciceroni ishte shtëpia e tij verore në Durrës. Ai kalonte me muaj të tërë në Durrës dhe ka bërë vepra mbi Durrësin. Pra ka lënë libra dëshmimi Durrësin. Shiko se bëhet mishi. Dhe ne nuk kemi një bust të Ciceronit, mund në qendër, t'ja bëjmë, e ke parasysh, Ciceroni dhe shiko, Ciceroni këtu kalonte kur bën të shëtitjen, mjafton kaq. Pra, këto janë gjëra që ne duhet t'i nxjerrim në pa, por duhen misionar, duhen dashnor të kombit, dashnor të historisë tij. Nëse ne hekim një kombit, një popullit, historinë e tij, është njësoj si ti heqësh një fëmijë prind. Është njësoj sikur ti heqje një shtëpi, ti heqje themelet. E merrera me njëherë, një popull pa identitet, gabon, një popull pa identitet, shitet lirë, një popull që nuk ka identitet, shkon dhe bën maskardhëqe në gjithë botën. Nëse një shqiptar që niset nga Shqipëria, ka një identitet të fortë, që ka zor dhe turp që ta ndosë emrin e vendit vet, nuk do bënte kurrë asnjë transgresion. Por fakti që ato e zhveshin tërësisht shqiptarin, historikisht, e kanë zhveshur nga çdo arritje që ka pas. Jo e ka bërë që shqiptari të ndihet ngaherë shumë I varfër në aspektin shpirtëror dhe identitar. Dhe kjo ka bërë që ngaherë të shiten lirë. Ta shesin emrin e Shqipërisë për asgjë. Kemi pasur shumë njerëz që kanë pasur mundësinë në momente kritike, historike të vendit tonë, e kanë shitur vendin tonë. Dhe ato kanë emra dhe mbiemra. Por ne nuk duhet hym që të merrim ato. Duhet hym të merrim ato që e ndritën Shqipërinë. Ne kemi një gjigant më të mallin mret general të 1000 vjeçarit të fundit. Është e vërtetuar, nuk ka asnjë popull tjetër një Skënderbej. Nuk ka asnjë popull tjetër një Gjergj John Kastriot. Është unik. Pra një njeri I tillë është bravo. Bravo. Këto janë arkivat e Vatikanit. Ja, fushata e Italisë së Skënderbeut, po. Letërkëmbime me sultanët mund të jetë libri I preferuar alban. Nuk e kam ditur vlla dhe unë që jam I dashuruar pas historisë, nuk e kam ditur që ky ka qenë diplomat më I mirë se çka qenë general. Kujtot vetëm diçka. Kjo është libri mi fushatën e Italisë që kanë bërë për Skënderbeun që është me Alfonsin e Pestë. Po. Hap pas hapi, mbrapa tij